Kjo vajza ishte pjesë e një eksperimenti dhe nuk e ka idenë. Ajo hyri në një dhomë pritje që dukej normale, por njerëzit aty ishin aktor të paguar. Ato ishin udhëzuar që sa herë që dëgjoj një tingull, duhet të ngrihen këmbë. Vajza u leqet duke pritur. Pastaj ra tingulli. Të gjithë aktorët u ngritën me fytyra të pandryshuara dhe ulën sërish. Vajza mbeti e habitur. Askush nuk i tha asgjë. Tingulli ra përsëri. Aktorët u ngritën përsëri. Edhe me siguri ka menduar çfarë po ndodh. Dhe pastaj ndodhi ajo që shumica e njerëzve do të bënin. Ajo u ngrit, edhe pse nuk dinte se pse. Thjesht nuk donte të ishte e vetmja që rrinte ulur. Më vonë aktorët dolën nga dhoma një nga një. Vajza vazhdoi të ngrihej sa herë që dëgjoi tingullin. Pastaj mbeti vetëm dhe a dini çfarë? Edhe pse ishte vetëm, vazhdoi të ngrihej në këmbë. Në atë moment hyri një djalë i ri që nuk ishte pjesë e eksperimentit. Ai nuk e kishte idenë fakt se çfarë po ndodhte dhe shef vajzën duke u ngritur dhe e pyet: "Pse po ngrihesh?" Ajo buzëqesh edhe përgjigjet: "Sepse kështu po bënin të gjithë." Tingulli ra përsëri. Dhe çfarë bëri ai? Ai u ngrit bashkë me vajzën. E shikoni modelin? Edhe ne shpesh veprojmë kështu. Reagojmë ndaj tingujve të padukshëm në jetën tonë, dokeve, zakoneve, pritshmërive shoqërore. Bëjmë gjëra pa e pyetur veten se pse po i bëj. I ndjekim të tjerët që të mos ndjehemi thjesht të veçuar. Tani kur vjen puna tek besimi, ja vlen ta pyesësh veten. Pse besoj? A besoj sepse është e vërtet për mua, apo sepse nuk dua të jem ndryshe nga tjerët? A e ka marrë këtë bindje nga kërkimi personal, nga përvoja, nga e vërteta që shoh, apo thjesht kam pranuar sepse farefisi, shoqëria, njerëzit që kam rreth rrotull besojnë kështu? A beson se ke një bindje tënden, apo beson për shkak të presionit për të përshtatur? Më shkruaj më poshtë. Zoti të bekoft.